Moderatorja Kiara Tito ka nisur sezonin e ri të emisionit të humorit, ku ka shprehur emocionet e saj për këtë rikthim në ekran. Por në këtë moment të rëndësishëm për të nuk ka munguar as mbështetja dhe dedikimi i veçantë nga bashkëshorti i saj, këngëtari Luizi Elli. Në një mesazh prekës, Luizi është shprehur se edhe pse është kohë e keqe, furtunë dhe shi, prap fal teje, televizori rri xham. Një fjali që tregon jo vetëm dashurinë e tij për Kiarën, por edhe krenarinë për suksesin e saj profesional. Kujtojmë se Kiara Tito mbetet një nga emrat më të përfolur të showbizit shqiptar. Por le të flasim pak për Luizin. Në një Insta story që bëri xhiro në rrjetet, Luizi publikoi një video teksa dëgjonte fjalimin e Berishës, duke ndjekur me korreshtje shpalljen e kandidatit për kryetar bashkie. Në fund të videos Luizi shtoi me stilin e tij karakteristik. Thashë se tha emrin tim për Zotin, duke lënë të kuptojë me shaka se për një moment mendoi se kandidati do të ishte vetë ai. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.